Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish të emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do t'jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot është 15 janar dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. 15 janari është dita 15 e kalendarit gregorian. Lindi Saud, mbreti i Arabisë Saudite. 1909. Lindi Piane. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Jean-Baptiste Bocquelin, i njohur si Molière, i cili ka qenë një poet, aktor dhe dramaturg francez. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Jean-Baptiste Bocquelin, i njohur me emrin e tij të skenës Molière, ishte një dramaturg, aktor dhe poet francez, i konsideruar gjërësisht si një nga shkrimtarët më të mëdhenj në gjuhën franceze dhe letërsia botërore. Veprat e tij ekzistuese përfshin komedi, farza, tragjikomedi, komedi, balet dhe më shumë. Dramat e tij janë përkthyer në çdo gjuhë kryesore të gjallë dhe duke luajtur në komedi francois më shpesh se ato të çdo dramaturgu tjetër. Ndikimi i tij është i tillë që gjuha frënge shpesh përmendet si gjuha e Molierit. I lindur në një familje të begatë dhe pasi kishte studiuar në kolegjin
de Clermont, Molieri ishte i përshtatshëm për të filluar një jetë në teatr. 13 vjet si një aktor shëtitës e ndihmuan atë të përmirësonte aftësitë e tij komike ndërsa filloi të shkruante, duke kombinuar elementet e komedia dell'arte me komedinë më të rafinuar franceze, nëpërmjet patronazhit të aristokratëve, duke përfshirë Filip I Parë, duka I Orleansit, vëllai I Louisit. Molieri siguroi një performancë komanduese përpara mbretit në Louvre, duke interpretuar një dramë klasike nga Pierre Corneille dhe një farsë të tij. Doktori I dashuruar, Molierit I u dha përdorimi I Salle du Petit Bourdon pranë Louvrit, një dhomë gjerë e caktuar për shfaqje teatrale. Më vonë, atij u dha përdorimi I teatrit në Palais Royal. Në të dy vendet, Molieri gjeti sukses në mesin e parisienëve me shfaqje të tilla si Zonjat e pjekura, Shkolla për burrat dhe Shkolla për gratë. Ky favor mbretëror I solli një pension mbretëror trupës së tij dhe titullin Trup Doroj, trupa e mbretit. Molieri vazhdoi si autor I zyrtar I argëtimeve gjyqësore. Megjithse adhurimin e oborrit dhe parisienëve, satirat e Molierit tërhoqën kritika nga qarqe të tjera për pandeshmërinë e Tartuffe. Kisha katolike në Francë e denoncoi këtë studim të hipokrizisë fetare, I cili u pasua nga një ndalim nga parlamenti, ndërsa Don Juani u tërhoq dhe nuk u rindërtua kurrë nga Molieri. Puna e tij e palodhur në kaq shumë cilësi teatrale ndikoi në shëndetin e tij dhe në vitin 1967 ajo detyrua të bënte një pushim nga skena. Në vitin 1673, gjatë një produksioni të shfaqjes së tij të fundit, Invalidi Imagjinar, Molieri, I cili vuante nga tuberkulozi pulmonar, u kap nga një koll dhe nga një hemoragji teksa luante arganin. Ai përfundoi performancën duke u rrëzuar përsëri dhe vdiq disa orë më vonë. Molieri vuante nga tuberkulozi pulmonar, ndoshta infektuar kur u burgos për borxhe si I ri. Rrethanët e vdekjes së Molierit më 17 shkurt 1673 u bën legjendë. Ai u rrëzua në skenë nga një sulm I kollës dhe hemoragjisë teksa interpretonte në shfaqjen e fundit që kishte shkruar, e cila kishte balet luksoz të interpretuara në muzikën e Marc-Antoine Charpentier dhe që për ironi titulloi Le Madame Imaginaire, Invalidi Imagjinar. Molieri insistoi të përfundonte performancën e tij. Më pas ai u rrëzua përsëri në një tjetër hemoragji më të madhe përpara se të çojë në shtëpi, ku vdiq disa orë më vonë, pa marrë rritjet e fundit sepse 2 priftëri refuzuan ta vizitonin, ndërsa një I tretë përriti shumë vonë. Besytnia se jeshilja sjell fat të keq për aktorët thuhet se ka origjinën nga ngjyrja e veshjes që kishte veshur në momentin e vdekjes. Sipas ligjit francez të asaj kohe, aktorët nuk lejoheshin të varroseshin në tokën e shenjtë të një varreze. Megjithatë, Eveja e Molierit, Armande, e pyeti mbretin nëse bashorti të saj mund t'i jepte një varrim normal natën. Mbreti pranoi dhe trupi I Molierit u varros në pjesë të varrezave të rezervuara për foshjat e papagzuara. Në 1792, eshtrat e tij u sollën në Muzeun e Monumenteve Franceze dhe në 1817 u transferuan në varrezat Père Lachaise në Paris, afër atyre të La Fontaine. Tani do të kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku do të flasim për Burger King. A e dini se si është krijuar Burger King? Kompania e burgerëve u themelua nga David Edgerton dhe James McLemore në vitin 1954, kur ata pa nevojën për të zgjeruar dyqanet në vitin 1967. Ata kishin tashmë kompaninë e dytë më të shitur pas McDonald's, e cila doli e para. Historia e Burger King është ajo që solli në pa biznesin e ushqimeve të shpejta që janë aktualisht një nga ndërmarrjet më të shitura në botë. Ata u bën njerëzit e parë që ofruan dhomën e ngrënies, e cila gjithashtu solli më shumë klientë në biznesin e tyre. Deri në vitin 1957 ata kishin zgjeruar biznesin e tyre dhe tashmë përfshirin Hooper, I cili ishte një burger I veçantë që sillte më shumë klientë në biznesin e tyre. Në këtë kohë çmimet ishin relativisht ulta, pasi ata ende po përpiqeshin të bënin më shumë klientë për të blerë produktet e tyre. Një burger kushtonte 18 cent, ndërsa një hamburger kushtonte 37 cent.
Në vitin 1959 ata zgjeruan tregun e tyre për te Floridës e tani po fitonin më shumë të ardhura pasi kishte më shumë klient nga shtetet e tjera dhe ky është gjithashtu një hap i madh që ndikoi në ndërkombëtarizimin e biznesit të tyre që atëherë po arrinte majat. Ata gjithashtu filluan të reklamojnë biznesin e tyre në stacione televizive dhe radio, gjë që i bëri ata të merrin klient për te kufive të Floridës. Në vitin 1961 Burger King dhe ai veçanti i quajtur Whopper ishin tashmë të njohur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumica e njerëzve kishin shijuar tashmë burger dhe numri i klientëve ishte rritur gjithashtu. Në vitin 1967, Pillsbury Company bleu Burger King Corporation me $18 milion dhe arrit për të bërë dyqani i dytë më i madh zinxhiri që ofronte burger pas McDonald's Company, e cila kishte ende shumë e fortë për shkak të bazës së madhe të kapitalit që kishin dhe familjaritetit që ata kishin. Gjatë luftrave të tregut midis Coke dhe Pepsi në vitin 1970 pati gjithashtu një betejë për epërsi midis McDonald's Company dhe Burger King Corporation, e cila tani po rritej me një ritëm shumë të shpejtë. Kjo gjithashtu periudha në cilën betejë që pa ABC mundi NBC dhe CBS për të bërë stacioni televiziv më i njohur deri atëherë. Në vitin 1978, Burger King Corporation futi në kompaninë e tyre drejtorin kryesor ekzekutiv të McDonald's Company, dhe kjo i bëri ata në gjendje të bien dakord se si do të bëhen ekskluziviteti midis dy kompanive. Kjo e detyroi për kompaninë Burger King të afrohej me fëmijët të cilët ata i shihnin gjithashtu si një burim potencial të një tregu të madh që do të përdorte për të kundërshtuar kompaninë McDonald's që kishte dominuar tashmë tregun e të rriturve. Norman Brinker për personi që bëri atë që njihej si luftrat burger të përjetohej në Shtetet e Bashkuara gjatë asaj periudhe. Ai ishte sjellë në Pillsbury gjatë kohës që ata blen kompaninë nga Leclerc dhe Edgerton, të cilët ishin pronarët fillestar të kompanisë por ja shitën ato Pillsbury. Brinker punoi për një kohë të shkurtër në kompani dhe u largua për të ndërtuar restorantin e tij. Mungesa e Brinker e la kompaninë në rënje. Më vonë kompania ndryshoi furnizuesin e pijeve të saj freskuese nga Pepsi në Coca-Cola dhe kjo gjithashtu bëri që më shumë klientë të vinin nga burgeret e tyre pasi shumica e klientëve tashmë preferonin Coke and Pepsi. Në vitin 1992, Selira kryesore e kompanisë në Miami u shkatrua nga uragani për më vonë u vënë në funksionim në vitin 1997. Në vitin 1997 ata gjithashtu krijuan një partneritet me Guinness për të formuar Diageo, e cila gjithashtu bëri që kompania të bjerë pasi ata kryesisht u përqendruan në pijet alkolike që largohen nga burgeri. Kompania vazhdoi të bjerë derisa u ble nga Goldman Sachs dhe Bain Capital për $1.5 miliard dhe u lançua një IPO në vitin 2006, e cila gjeneroi $425 milion të ardhura. Që nga ajo kohë kompania vazhdoi të rritej deri kur ishte një vlerë për $3.2 miliard në vitin 2010. Ky udhëtim ka bërë që Burger King të jetë një model i biznesit edhe sot. Tani do të kalojmë në rubrikën Ne dhe Shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave ushqyese të fasuleve. Fasulet janë të pasura me lëndë ushqyese që janë thelbësore për shëndetin ton. Ato mund të ofrojnë nivele të konsiderueshme të fibrave, folateve, fosforit, bakrit, proteinave, hekurit, magnezit, kaliumit dhe vitaminës B1. Menaxhojnë sheqerin në gjak. Niveli i lartë i fibrave dietike që gjenden tek fasulet është i shkëlqyeshëm për njerëzit që kërkojnë të menaxhojnë diabetin ose të ulin rrezikun e shfaqjes së kësaj sëmundjeje. Ushqimet me fibra të lartë mund të rregullojnë sasinë e sheqerit në gjak dhe insulinës në trup, duke ndihmuar në stabilizimin e niveleve të energjisë. Ulin nivelin e kolesterolit. Një përfitim tjetër i madh i fibrave dietike është aftësia për të ulur nivelin e kolesterolit dhe për të zvogluar rrezikun e sëmundjeve koronare të zemrës. Duke siguruar një ekuilibër të shëndetshëm të kolesterolit, fasulet mund të ndihmojnë në uljen e shanseve për të zhvilluar arteriosklerozë dhe sulm në zemër. Ato përmbajnë proteina, të cilat zbërthehen në aminoacide, të rëndësishme për prodhimin e energjisë dhe rritjen e indeve të muskujve. Forcojnë sistemin imunitar, edhe pse sasia e vitaminës C nuk është aq e lartë sa në perimet ose frutat e tjera. Ajo përmban më shumë se 10% të rekomandimit tuaj ditor. Kjo mund të stimulojë sistemin imunitar dhe të promovojë prodhimin e qelizave të bardha të gjakut, të cilat janë linja e parë e mbrojtjes së trupit kundër patogjenëve të huaj. Përmirësojnë shikimin
Fasulet janë të njohura për ndikimin e përmirësimit të shikimit. Vitamina A në mënyrë specifike ul stresin oksidativ në retinë, duke ndihmuar në parandalimin e shfaqjes së degenerimit makular. Parandalen osteoporozën. Lista e mineraleve që gjendet tek fasulja përfshin fosfor, magnez, bakër dhe mangan. Të gjitha këto luajnë një rol në densitetin e mineraleve të eshtrave. Rritja e marrjes tuaj minerale do të zvogëlojë rrezikun e zhvillimit të osteoporozës, duke ju mbajtur të fortë dhe aktiv pavarësisht viteve. Përmirësojnë tretjen. Përfizimi shëndetësor më i njohur i fasuleve është ndikimi që mund të kenë në tretje. Fibra dietetike është në gjendje të stimulojë prodhimin e lëngjeve të stomakut dhe të promovojë lëvizje peristatike, e cila e mban zorët të lëvizin normalisht. Konsumimi i rregullt i fasuleve të pasura me fibra mund të ndihmojë në parandalimin e simptomave të kapslëkut, duke ulur gjithashtu rrezikun tuaj për këtë sëmundje. Parandalon kancerin. Fasulet janë të pasura me fibra, e cila konsiderohet një lëndë ushqyese e rëndësishme kur bëhet fjalë për parandalimin e kancerit. Një studim i vitit 18 nga Instituti i Parandalimit të Kancerit në Kaliforni sugjeron që fibrat e fasulës ndihmojnë në zvogëlimin e rrezikut nga kanceri i gjirit. Tani oftë të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën. Territori shqiptar për datën 15 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të vrenjtur në të gjithë vendin. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të dendura në shumicën e vendeve, ndërsa pasditja nuk pritet të sjellë ndryshime të dukshme të kushteve atmosferike. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat jugore dhe bregdetare. Gjatë ditës priten shumë pak intervale me diell, kryesisht në zonat e izoluara. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 15 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 15 janar do të jetë rreth orës 6:57, ndërsa perëndimi rreth orës 16:43 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 6 deri në 11 gradë Celsius. Kukës, 5 deri në 8 gradë Celsius. Peshkopi, 4 deri në 7 gradë Celsius. Tiranë, 8 deri në 12 gradë Celsius. Durrës, 7 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj, 6 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 7 deri në 12 gradë Celsius. Berat, 5 deri në 14 gradë Celsius. Korçë, 0 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë, 9 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 5 deri në 10 gradë Celsius. Sarandë, 8 deri në 13 gradë Celsius. Tani oftë të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën. Territori i Kosovës për datën 15 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta, por relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot pjesërisht të vrenjtur në të gjithë vendin. Paraditja do të jetë me vranësira dhe temperatura të ulta, ndërsa pasditja vijon me mot të qetë pa rreshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 9 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 15 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1.
Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 15 janar do të jetë rreth orës 6:56, ndërsa perëndimi rreth orës 16:33 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 0 deri në 7 gradë Celsius. Podujev -2 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj -1 deri në 6 gradë Celsius. Pej 0 deri në 8 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 8 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 8 gradë Celsius. Malishev 1 deri në 7 gradë Celsius. Gjilan -1 deri në 8 gradë Celsius. Ferizaj 0 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik 1 deri në 9 gradë Celsius. Suhare 1 deri në 8 gradë Celsius. Prizren 1 deri në 9 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do të takohemi sërish nesër në të 1 orë. Ndërkohë ftë të ndiqni në programacionin në vijim të Drita Televizion, si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.com.